ndrojnë qëndrim. A i bie kjo që po presim zgjedhje me deputetët të cilët ndrojnë kampet, apo kontrabandohen ose peshkohen, ta themi kështu? Nuk e kisha nu ashtu, Arbeni kësha mendu që në komunizëm deputetin këtë rast delegati ka qenë me vullnet kolektive respektivisht ideologjik, përcaktum veç me votu si mashineri. Me kushtetutën tonë demokratike, deputeti është me vullnet të lirë. Jo domosdo, mirë kish me qenë, por jo domosdo do të votoj në via partijake dhe mos bëmi kish i pornojmë në Danimarka, në Franca, në Gjermani, ku demokracia është në lullëzim. Këtu demokracia fatkeqësisht alo është formale, nuk është fiktive, është formale, pak nominale, ma shumë sa që duhet, nuk është krejt reale, prandaj vullneti demokratik i deputetëve, nevoja për me ka përcy këtë blokad, për fajnë e kujdo, është mbi llogon partijake. Tash, të folë arbri i prezentosit do të rejë, më kujtu një hajkare ta që kështu, mes dy generalive, një francez e një gjerman, mbi tankset. Njeri tha, ky gjermani tha cili është dallimi tankseve franceze dhe tankseve gjermane. Generali francez tha nuk e di, gjermani tha, po ju e keni 4 marshe, në tanks na i kemi 5. Cili është dallimi këtu? Është përveç që është një ma pak, është sepse ne i kemi 5 për me shku për para, e një për i kverc. Ndërsa ju tankse gjermane i keni 3 për me shku mbrapa, e vetëm një për para. Zgjidhjet nuk duhet parë, përse i përket së metafore, vetëm për shkuarin për para, vetëm në relacion me marshin apo shpejtësit 1, 2, 3, 4, e tutje për me jesë për para. Du të më po edhe në rikverc. Këthimi mbrapa, apo ndrimi emri të nominuar, kur e shem mas 10, respektivisht sot 11 tentativa për gjetjen e kuvendarit, për të bloku, blokadën, do të në një moment vjen një fitore politike, Arben. Cila është fitoria politike, sipas mendimit tim natyrisht? Është